Regjistrimi i shkeljeve të trafikut përmes sistemit qyteti i sigurt do të fillojë të funksionojë nga 1 shkurti, 1 muaj më vonë nga data e paralajmëruar më herët 1 janari. Lajmin e konfirmoi për televizionin 21 ndihmës zëvendës ministri i MPB-s Muhamet Ismaili, i cili bëri të ditur se përveç Shkupit, Kumanovës dhe Tetovës, ky sistem në funksion do të jetë edhe në korridorin 8 dhe 10. Sipas njoftimeve të institucioneve kompetente, ky prolongim i afatit vjen për shkak të nevojës për kontrolle të tjera teknike dhe harmonizim të procedurave juridike. Nga 1 shkurt 2026 do të vihet në funksion të plot sistemi Safe City në Shkup, Kumanov dhe Tetov, si dhe korridori 10 dhe 8, ndërsa në qytetet e tjera është parashikuar të fillojë brenda vitit 2026. Nga Ministria e Punëve të Brendshme gjithashtu njoftuan se po shqyrtohet mundësia e një farë tolerance në lidhje me shpejtësinë. Sepak nije moramo da ги почитуваме брзините на возење. 50 за градска средина е 50 за градска средина. Секако дека ние ќе имаме внимание, исто како сите европски градови, како што додале и они своји одредени параметри за да има толеранција и кај нас ќе се случи таа толеранција. Sistemi qyteti i sigurt do të funksionojë me kamera fikse që do të regjistrojë kundërvajtje në komunikacion si tejkalimi i shpejtësisë, kalimin në semafor të kuq, automjetet e paregjistruara dhe do të plotësohet me automjetet e specializuara policore që do të detektojnë parkimin e parregullt dhe kundërvajtjet e tjera. Qëllimi i këtij sistemi është që deri në vitin 2030 të zvoglohet dhe të përgjysmohet numri i aksidenteve në trafik.